Unë kam ardhur si gjithë të tjerët në audicion në fakt, ditën e parë të audicioneve, pastaj ditën e dytë më merr Dalina në telefon dhe më shkruan dhe më thotë Blerta, kam nevojë për ty. Dhe unë isha si dreshin Dalina Buzi mund të ketë nevojë për mua. Ka patur shumë momente që kam dashur ta lë, sepse një nga momentet e mia më të vështira ka qenë marrëdhënia ime me babin. Për pa manualit dhe për asaj që ne po bënim, unë me babin tim nuk kam folur për 4 muaj. Ne ishim një ditë mbaj mend me Meglin Kesin dhe goca tjera ishin duke u bërë prova. Dhe në bisedë sipër unë them, goca, jeta është fiks pa manual, pra ti nuk ke një manual se si duhet veprosh në situata caktuara. Ti thjesht situata të vjen dhe ti vepron. Kjo është jeta pa manual. Dhe thash, do t'ja propozoj Dalinës se më pëlqeu shumë në atë moment dhe kështu lindi pa manuali, domethënë jetë që ti nuk e di, nuk të vjen me instruksione.